Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mëdhenuar me udhëtimin e njeriut në botën tjetër, në një botë që është e fshehtë për neve, një botë që nuk dim asgjë nga ajo pos atë që na ka lajmëruar për të Allahu i mëdhenuar dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi thënë se tëra që na ka lajmëruar për të Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhur me këtë çështje është obligative të besohet. Dhe kemi përmendur gjithashtu në takimin e kaluar se një prej çështjeve të rëndësishme që do të ndodhin kur njeriu të vendoset në varrin e tij është edhe sprova në varr. Dhe në bazë të kësaj sprove që nënkupton pyetjet në varr, në bazë të rezultatit të kësaj sprove, këtij provimi, përcaktohet pastaj edhe statusi i njeriu në vazhdim, në udhëtimin e tij më tutje. Andaj argumentet e shariatit përmendin se njeriu që është në botën e berzehut, në botën e varrezave, mund të përjeton begati, por mund edhe dënohet. Dhe kemi përmend disa prej begative që Zoti xhallahu ala i begaton me to njerëz të mirë. Dhe në anën tjetër kemi përmend gjithashtu edhe se argumentet flasin edhe për dënimin që e përjeton njeriu në varr. Edhe pse esenca e jetës në varr të ndërrozer është më shumë shpirtërore se sa që është materiale, duke nisur nga ky aspekt, atëherë dënimin më tepër e përjeton njeriu në shpirtin e tij. Por kjo nuk nënkupton se edhe trupi nuk përjeton dënim. Dhe normalisht gjithë ato zhvillime që ndodhin nga zgjerimi i varrit apo nga ngushtimi i tij apo nga begatit apo edhe nga dënimi i shumë që e përjeton njeriu në varr, gjitha këto janë për botën tjetër dhe janë të fshehura për neve, dhe njeriu nëse hap varrin e vdekurit nuk gjon asgjë, apo as nuk gjen dënim, as nuk gjen ngushtim, as zgjerim, asgjë. Dhe padyshim se po të kish pas mundsi njeriu që të ketë qasje në botën tjetër, do të humbte urësia e besimit në botën tjetër. Do të ishte çdo gjë e shfaqur dhe padyshim se kjo nuk është përputhje me urësinë e Allahu xhallahu ala lidhur me këtë çështje. Prandaj fakti që ne nuk i shohim nuk do të thotë se nuk ndodhin. Dhe për musliman s'ka më i pa, mjafton që Allahu xhallahu ala e ka lajmëruar për këtë. Përderisa dënimi në varr qenë ka i vërtetë dhe ndodh, atëherë a thua vallë çfarë e shkakton këtë dënim në varr? Për çka njerëz dënohen në varr? Pasi që e dim se në varr nuk ka llogari. Nuk ka marrin në përgjithësi pse e ke bëu këtë, pse ke bëu këtë kështu, s'ka kësaj pyetje. Që njeriu të dënohet pas gjykimit, është logjikisht dhe kuptueshme, po. Është gjyku dhe në bazë të vendimit është marrë që dënohet. Po në varr s'ka gjykim. Në varr është një provim, po ky s'është gjykim. Atëherë pse dënohet njeriu? Dënimi në varr të ndërlogë është për shkak të mëkateve të shumta që ka bënë njeriu, që nuk është penduar për tyre. Për të cilat do të thotë dënohet në varr ose për të pastruar që ta ketë llogarinë më të lehtë në gjykimit, ose dënohet apo që të shtohet dënimi edhe më tepër ditën e gjykimit. Allahu azza wa jall kur flet për faraonin dhe flet për pasuesit e tij, thot an-naru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiyya. Ata i prezantohen dhe i shfaqen zjarrit të xhenemit mëngjes dhe mbrëmje. Apo mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj Allahu thot pastaj guduwan wa 'ashiyya. Mëngjes dhe mbrëmje. E kur vije dita e gjykimit, adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab. Allahu thot kur ndodhi dita e gjykimit, atëherë futeni pasuesit e faraonit në dënim më të dhimbshëm. Andaj kanë qenë dënim, por që ashtu dënimin edhe më tepër në botën tjetër Allahu i dënon në varr ato.
Për çfarë dënohen njerëz në varre? Për çfarë vepra? Padyshim se ka të bëjë me mëkate të mëdha që në krye të tyre është mosbesimi dhe dyftësia dhe hipokrizia. Sikur që kemi mësuar hadithi ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se meleku i vije njeriu që ka mohu, nuk ka besu, dhe ati që ka qenë dyftërsh, hipokrit, dhe i thuhet kush ka qenë ky njeri, nuk din mu përgjigjet. Andaj dënohet. Andaj shkaku kryesor i dënimit në varr është mosbesimi apo hipokrizia, dyftërsia, që njerëzit do të ruajnë mund ta kenë shfaqjen e kësaj bote. Gjithashtu të ndërrohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se ka në hadithin e Buhariut, një ditë e ka falë namazin sabahut me shokët e tij, sikur se na e falëm sot. Dhe është kthy ka xhamati i tij dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pasur atë që shpesh herë pas namazit sabahut, do thotë me komuniku me ashabët e tij. Ose me i pyet a ka dikur një problem, ose me i pyet a ka pa dikur një ëndër që ndoshta atje komenton se ka qenë edhe për këtë i ditur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose u ka një këshillë kështu më radh. Një ditë është kthy ka xhamati dhe posa ka përmendur namazin, i ka thonë pranishmëve. Hal ra'a ahadun minkum ar-ru'ya? A bomba kia që dikush thuaj ka pa një ëndër interesant, nuk është përgjigje askush. Atër ka thonë pejgamberi, e unë pra do t'ju tregoj një ëndër që kum pa pra më. Kur thot pejgamberi sa kum pa ëndër, nuk ka kjo sikur se ëndrat tona, po na e dim se ëndrat e pejgamberëve janë pjesë e shpalljes, janë të vërteta. Andaj pejgamberi sa ajo që vije në shpallje është sikur se më ardh kur është i zgjuar. Është pjesë e shpalljes, është mësim i vërtet. Ëndra jon mund të qenë jo vërtet. Për shembull, njeriu nuk duhet me bë bazë ëndrrën atë. Sepse ndodh nga njerëzit e bojnë një veprim, e pse po e bën kur kush ka mësuar ëndrrën ku pam ka thonë që është mirë atë. Ti mas pari zbatoj ato që janë kur i sut, ato që thonë populli gjondrat njerëzit bëni realitet, çatoj realitet, jetoj jetën. Apo, nëse ëndrat pastaj mund të jenë përgëzim, mund të jetë një lajmërim, po jo ato që vendosin rregulla në jetë. Por kjo nuk është me pejgambert Allahut azza xal. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pa një ëndër ku është hadithi i gjatë, do t'i përmend disa pjesë të këtij hadithi. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa është në ëndër se më erdhën dy njerëz dhe më thanë, eja me neve. Dhe unë nisem me ta derisa era te një kodër që ishte me të vërtetë e lartë dhe vështirë të ngjitesh. Dhe më thanë, ngjitu. Thash, nuk ka mundësi më ngjitu, vështirë më ngjit. Tha, ngjitu se ne të ndihmojmë ty. Tha, dhe unë ngjita pa ndonjë vështirësi derisa arrita në majën e kodrës. Çfarë ka pa në majën e kodrës? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e pashë njëri të shtrirë për tokë dhe një tjetër e pashë me një guri në dorë që e godiste në kokë këtë që është i shtrirë dhe ja çonte kokën për gjysmë. E pastaj rrokullisi i guri, nëse ishte në kodër, dhe ky që godiste vraponte ta merrte gurin. Shkëmbën e madh. Dhe kur e merrte shkëmbën dhe kthehej, e gjente kokën e tij të kthyer sikur se ka qenë më herët. Apo të kthyer në formën normale. Pastaj prapë godiste, ja çonte kokën, vraponte pas shkëmbit dhe kështu vazhdonte të bënte vazhdimisht. Allahu na ruaj. Thash, kush është ky njeri? Pse po bëjnë këtë kështu? Melekët më thanë, janë tariq, ecë një herë mos vet, veç këshyr një herë pastaj të kallëzojmë. Në këtë udhtim gjithashtu ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të vazhdojmë me tutje dhe e pash një gjë që në gjuhën arabe thonë tenur. Tenur është sikurse një lloj furre që piqen bukët, po jo drejt, po në mënyrë vertikale. Është më e njohur në lindje. Domthonë poshtë ndiqet zjarmi dhe pastaj ngjitet brumi për ante asaj murit dhe pjekët nga vapa e madhe. Do të pash njerëz në këtë, domthonë e ka fundin e ka të gjerë, ndërsa dalën e ka të ngushtë, domthonë poshtë është e gjatë, duke dalë shkon duke u ngushtu.
poshtë kishte zjarm dhe në të çfarë pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha pa është burra dhe gra bashk, po pa tesha. I pa është të zhveshur. Dhe dëgjova britma dhe klithje. Dhe vinte një dënim, vinte një zjarr për poshtë kur i diqte britnin. Kur largohi binin poshtë. Prap vinte zjarri i diqte britnin dhe klithin, largohi binin poshtë. Kështu dënoheshin vazhdimisht. Pastaj gjithashtu to që ka pa pejgamberi sa ka pa gjithashtu një njeri i cili kishte në dorën e tij një lloj mjeti hekur si në formë të shkunës gjë, i shtemruar, apo dhe e kishte para vetë një të ulë në gjunjë. Çfarë i bënte këtij njeriu? Thot ja kapte këtë pjesë të gojës, ja tërheqte derisa ja çonte te pjesa e prapme e kokës. Po ja çkinte tërësisht këtë pjesë, Allah na ruaj. Pastaj e kapte për hunë dhe e vazhdon deri në pjesën e prapme të kokës. Pastaj e kapte tek asyt e vendos deri te pjesa e prapme e kokës. Po kështu vepronte me njërin anë. Kur përfundonte, kthehej në anën tjetër dhe e bënte një sikurse bënte me pjesën e parë. Thotë derisa ja bënte kësaj pjesës dytë, pjesa e parë kthehej sikurse ishte më herët. Donë që ti kthehet dënimi gjithmonë taze, mos më kon kur dënimi i mësuar me këtë dënim, po gjithmonë ta ketë si pi fillimit të ky dënim shumë më i vështirë. Gjithë nga ajo që ka pa, pejgamberi sa thotë pa është një lom i cili ishte i tërë në gjak. Lomi i tërë në gjak, të dhënte njëri në tentonte me dal nga lumi. I zhytur në gjak dhe posa afrohej afër bregut, thotë në breg ishte një njeri i cili me një guri ja hapte gojën këtij notuesit dhe ja fuste gurin në gojë, do duke dëmtuar tërës, duke e zhytur në ujë, duke penguar që del. Të dhe sa tentonte me dal, ky kështu e godiste dhe dënuin këtë mënyrë ato. Dhe gjithmonë pejgamberi nuk e pyet, e kush janë këta, e kush janë këta? Po gjithmonë duke i thënë, janë taliq, asnjë herë pastaj na të kallëzojmë kush janë këta. E rëndësishme kur kanë në fund të udhëtimit, se ka pa dhe gjëra të mira, e ka pa Ibrahimin e Sam, ka pa pjesë të xhenetit kështu më radh, por duhet të flas për dënimin. Këta njerëz që ka pa pejgamberi duke u dënu, këta nuk janë në xhenem. Nga se në xhenem për moment nuk është askush, apo njerëzit futen në xhenem kur ditën e gjykimit. Andaj xhenemi vije pas gjykimit. E këta njerëz që po dënon, ku po dënon? Pikërisht në varret e tyre ato. Kështu Allahu i dënon. Ky është dënimi i varreve që ka në këtë hadith ato. E kush janë këta njerëz? I pari që goditej me gurin, me shkëmbë, i çahej koka, kush është ky njeri? Ka thënë meleku që e shoqëron me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha atë kujtohet ai i pari, tha po, çka është puna e tij? Tha ky është njeriu që e ka refuzuar Kur'anin dhe ka flajt nga namazi farz. Allahu na ruaj. Do njeriu nuk çuhet me fal sabahin, flan, ama ku më çuhet ose ftaft për të më çuar. Ose nxën xhume, nuk çuhet me fal namazin, ik namazi, ik dreka, ik kindia, apo nxën xhumi para yacis, nuk çuhet me fal yacin, det falet sabah, ik namazi, s'fal me vakt. Dënohet këtë mënyrë Allahu na ruaj. Edhe refuzimi i Kur'anit, dietarët e kanë përmendur ka refuzuar Kur'anin me mendjemallësi, me arrogancë, çka ka ky libër, kjo s'është për neve, kjo s'është për këtë me mendjemallësi. Allahu xhallahu njerëz të tillë që refuzojnë librin e tij me arrogancë, me mendjemallësi, dhe gjithashtu që nuk kujdesen për namazin, është përmendur se këto vepra shkaktojnë dënim në varr Allahu na ruaj. Këto vepra shkaktojnë dënim në varr. Pastaj ata njerëz që ka pa në atë varr si furra, apo që të dënin me dal, zjarmi i diqte nga poshtë, dënin me dal, dhe britnin dhe klethnin, s'kishin mundësi dhe bashk, pa këta janë ata që kanë qenë të pamoralshëm, të pandershëm këtë dunja, kanë bërë zina, Allahu na ruaj. Sa për hap zinaja sot, apo sa për hap punë të pamoralshme të dyta, që dikur kanë qenë të shenjta për të neve, për këtë popull, po në fakt keq nuk poruan sa duhet, nuk është kujdes në nivelin e duhur. Andaj dënimi njerëz zinaçar, ata që bëjnë zinë dënimi i dhimbshëm vallahi, në dynja kanë dënim ata. Dynja i sprovon Allahu xhallahu me fatkeqësi dëshme, po edhe në varr, po edhe në xhenem që nuk pendon Allahu na ruaj ato. Ja atë njeri që ka pa duke me çky gojën e gahuna nga dënime të tmerrshme. E kush është ky njeri? Ka thonë njëri i cili
e lanson një rën gënjeshtari, apo ai rën aq shumë sa që e merr rën e atij që thotë na populli e merr botën. S'ka mos në nal. Se ka një e rën dikon, po thotë më vonë do ja kum rajt, mos e përhap. Edhe pse edhe kjo është haram. Por kjo ka pasojë më të vogla. Ama jo ndër rënë që e marrin botën, Allahu na ruaj. Rën për dikon shtëpi, për dikon këtë botë e merr që kjo kështu. Pastaj vështirë kiti me demantu, vështirë kimi mundon që jo në zdashta. Se njerëzit motash, nëse ka mundsi kanë marrë përshtypje për dikon, ka dhënë gjykim për dikon, dhe ajo dëmtu për kësaj. Prandaj shkak i dënimit vërçën ka edhe kush? E përmendëm, mosbesimi, dyftësia, mos kujdesi për namazin, mos rrugëtia e moralit, gënjeshtra, të sebepa që njerëzit dënojnë për të varur. E ai që ka qenë atë lumin e gjakut, Allahu na ruaj, që dënimit, në dytë, e kush është ky? Ka thonë, ai meleku, ky është ai që ka hungur kamatën, Allahu na ruaj. Me dini që kamatën për gjinave të vaja, shëriot e ka ndalu kamatën. Andaj, pejgamberi s.a.s. ka përmend këtë dënime që ai ka pa vetë, dhe kur ai thotë e kom pa në ondër, është komplet sikur se me pa sikur se me pa së zgjuari, njëjtë. Nëse thash, ai është pejgamber, edhe ëndrat e tij janë realitet, janë hak. Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i shpallet asgjë nga Allahu e që moshet e vërtet. Madje edhe ëndrat e tij janë pjesë e shpallës që i shpallet. Gjithashtu prej sebepeve që mund të dënohet për to që bën njeriu mundun në varr është ajo që është përmend hadithin e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu se një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar pranë varreve. Edhe ka pyet për ta njerëz kur kanë vdekur, se kanë vdekur më herët. Ka shtuar pejgamberi ose pranë varreve të tyre dhe i ka vendosur dy filiza. Një të një varr, një të një varr. Dhe ka thonë ashabët e tij, çfarë është kjo o i dërguar Allah që i bën dy filiza? Po këta dy janë duke u dënuar në varr. Ka se e ka ditë, Allahu i ka kallëzu, po wa ma yu'adhabani ala kabirati. Nuk janë të dënuar për një punë të madhe. Jo pse që ka bën nuk është e madhe. Po sa është e madhe, diçka e vështirë, se kanë pas tir mundut për saj, po nga pakujdesia, si kanë gati që dami i gatshëm. E për çka po dënon ja Rasulullah? Dënimi i parë, pse po dënon? Po i pari nuk kujdesej gjatë kryes së nevojës. Njerëzit nuk kujdesen me pasru, Allahu na ruaj. Urinojnë kudo koftë, i zhvit pantollat, nuk pastrohet si duhet. Pastaj ti është pjesë e imanit. Pastaj njëri me atë papastërti as nuk ka abdes, as nuk falet. Para do ky domon që si kanë gati vetëm pastaj e që se ka pas abdes në rregull, pastaj se ka hik pa pastërinë sa duhet. Ky po dënohet. E çka të mërmën ai i cili urinon sikur se kafsha Allah në ku të nxën nevoja, apo edhe nuk pastrohet. Tani as abdes nuk merr, e ky çështë ka punën. Ky abdes ka marr, po pse se ka pastruar vetëm mirë, o dënu. E paranoj që pas saj hiç se ka gjuar as abdesin mua, e ky çështë ka punën. Pastaj që Allah na ruaj, nuk lahet, nuk merr gusull. Apo një gjunub që po sot popull nuk lahet as do pavarësisht çfarë mënyre vije ditë gjendja e tij. Nuk lahet kurrë merr gusull. Prandaj një piskaqeve të dënimin varr është mos kujdesi për pasati. Muslimani është i pastër, ata këtu shërbëjnë shumë lëndë me pastru, me të nevojë, shmurujt. Ose sërpik, ai që nuk keni kujdesin për këtë. Nuk nga padia që njëri nuk din o diçka tjetër, po nga pakujdesi, padyshim se ka për këtë dënim tek Allahu azza wa jalla. Dhe e dyta, kjo a ka qenë shtirë murujt? Ka qenë shtirë, ka mujtë më kujdes, po pa kujdesi e ka prutin këtë gjendje. E gjithashtu e dyti pse po dënohet, ka thënë nga se i ka shqetësu njerëz me gjuhën e tij. Si kalon njerëz rahat me gjuhë, ose ka ame një transmetim, ka shpif për njerëz, e me një transmetim ka se ka përgoju njerëz. Si të qoftë, ka pas probleme me kohë të gjuhës. Në një prej sebepeve tjera, sa i përmend me 7-8, apo sebep i dënimit mirë në varr është mos kujdesi për gjuhën. Do të harroj gjuhën, dënohet një në varr Allahu na ruaj. Dënimet dëmshme vetë leta. Pa të rrozë besimtarë që beson drejt në Allahu xhallahu ala, duhet të bindur
sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këto varre janë të mbushura me errësinë. Njerëz dënohen varre, po edhe shpërblehen. E ky është dënimi i njerëzve në varr. Dhe shkaqet që bën njeriu mu dënuar në varr, Allahu na ruaj. I përmendën tash në 7 ose 8 nga më kryesorë që përmend hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, e për sebeve që njeriu shpërblehet në varr, cila është që ruhet nga zjarri i xhenemit na, dhe na murojt, a ka ndonjë punë që na ndihmon me urujt nga dënimi në varr? E para është me urujt nga gjitha këto që i përmendëm. Me urujt qëndrimin tonë përballë Kur'anit. A ka thënë Allahu në Kur'an? Po kur jo, çka ka më thonë këtu? Çka ka më thonë mas në fjalë më? A ka thënë Allahu në Kur'an? Ka marrë fund? Minet gati namazin e ruaj. Minet gati namazit në kohën e vet. Minet gati nderit, minet gati gojës, e gjuhës, e syve, e veshit, minet gati vetes tona. Kjo është e para. E dyta, për shkaqe që na ruajnë nga zjarri i xhenemit, është nga zjarri, po do të thonë nga dënimi në varr, jo nga zjarri i xhenemit. Nga dënimi në varr është gjithashtu edhe leximi i surës Mulk. Surja Mulk është surja e parë në gjuhën 29. Kurani sa pjesë ka? 30, apo? E pjesa e 29 të Kur'anit është surja e parë, quhet Suratul Mulk, i ka 30 ajete. Për këtë sure ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kush e lexon para se të bie me flajt, i bëhet mbrojtje nga dënimi në varr. Madje ka thënë në një hadith, një sure është në Kur'an që i ka 30 ajete, ka alluar surën Mulk, thotë kanë ndërmjetësuar tek Allahu për kënduesin e saj ka shpëtuar nga dënimi në varr dhe zjarri i xhenemit. I 30 ajete i ka shkurt. Jeni në shumë shkurt. E bëhet rrit me lezu para se më vret edhe surja Mulk është një prej sebeve që kanë hadith që ruan njërin prej zjarrit të xhenemit. Gjithashtu ajo që ruan njërin nga zjarri i xhenemit, nga dënimi në varr, e kanë bërë gjithmonë dënimin në varr, ajo që ruan njeriu nga dënimi në varr, gjithashtu është edhe, domethënë, istikfari dhe duaja e njerëzve të gjallë pas tij. Kalon e vlat të harit, kalon gruan mas vetë, ose gruaja kalon burrin ose djalin, kalon dikon, kalon musliman që bëjnë dua për ta. Duat e muslimanëve bëjnë që njerëzve në varr të lehtësohet puna, të vinë shpërblimet e kështu me radhë. Dhe gjithashtu një prej sebeve që na ruan nga dënimi në varr është, dhe me këtë po përfundoj, të porosisim anëtarët e familjes që nëse në ndodh diçka, mos të gabojnë me vajtu. Nga se njeriu dënohet në varr për shkak të vajtimit të familjes së tij. Nëse familja e tij e vajton, dënohet në varr atë. E disa dietarë kanë thonë, e qysh njëri dënohet në varr për punë të dikujt tjetër, ai njëri mu dënohet për punë të veta. Të shakofaja i rifi u dek, shakofaja a e vajton familja se vajton familja. Kanë thonë dietarët, shikoj sa bukur e kanë lidh, kanë thonë familja e tij është punë e tij, apo kush është dashur më i thonë mos vajtoni? Ky. Prandaj Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, për vëllazër, një sahabi i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë në momente të vdekjes. Dhe në një ato momente e kapën edhe agonit e vdekjes, komo si bie të fikt, pastaj zgjohet. I ka mundimet e veta. Dhe Ebu Musa al-Ash'ari ka ndodhur që para se të vdekë, fillimisht i ka rënë fikt. Pastaj kur u zgju ka thonë wallahi unë s'kam bëj me ju apo. Ka thonë greva çka gjetë Allah, më kanë tash nuk përdin a është alo i fikt, a është në kom, a çka ka gjetë. Unë distancohem tek Allahu për juve nëse vajtoni mas me jepë. E ka thënë pse po do kështu? Nga se kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë se i vdekuri dënohet për shkak të vajtimit të familjes së tij. Dhe dietar kanë thënë se Imam Buhariu rahimahullah ka thënë ky hadith e ka kuptimin në qoftë se nuk i ka këshilluar. Për shembull, ju ka vdek dikush përpara dhe i ka pasur vajtojnë. Si ka thonë, mos gaboni me bu për mua kështu, apo se kur halal se u bëj. Ose më thonë çfarë nëse ndodhe çka i njerëz, ku e dim na dalëm, nuk dim a kthehem, nuk dini ku e ka, Allah na ruaj. Por ose familjen tonë, këshilloj familjen tonë. Do bëj sabër për çka do të ndodh, do kon përbatëm, do kthy Allahu ta xhel. Sa vajtimet. Padyshim se e prek të vdekurit një pjesë e dënimit për shkak të vajtimit. Andaj, këshillimi i familjes, gjithashtu edhe porosia ndaj familjes, është një sebeb për sebepeve që ruajnë njërin nga dënimi në varr.
Mos kujdesi për familjen mund të jetë një sebepeve që shkaktojnë që njëri të dënohet në varr. Përgajtimi tash për shembull njerëz me ngrit zërin apo ose gratë ose burrat kurdo qoftë apo me ngrit flokët ose teshat me ikput që bën njerëzit, nëse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub." Ka pejgamberi se nuk është për një vaj që e godet vetin o ku çam gjet. Ka thonë kjo sortu me jam, që musliman zbojnë, ose ai që i shkruajnë teshat, ose që i ngrit flok, ose që na gjet, e çfarë bëjmë namasteje, çka kena vode kur e konti. Vazhdojnë më tutje jetën, apo rreskus është dorë në kërkujna, apo as jeta mërzitemi normal, po në kufi të lejuarës. Nëse nuk lejohet me bëjë diçka që i bëjmë dëm vetes, apo i bëjmë dëm vetes të vdekurit tonë, Allahu na ruaj, ai konoj për dua, ai konoj për lutje, ai konoj për istighfar, jo për vajtimet e dikujt ose për klitmat e dikujt që mund të shkaktojnë atij probleme në jetën ku është. Andaj kjo është ajo që ka të bëjë me tash disa sebepe të përmbledhura që kanë të bëjnë me dënimin e varr, por që kanë të bëjnë edhe me shpërblimin e varr. Allahu na i zgjeroft varret tona dhe na i ndriçoft dhe na bëf që të kemi pamje ka xhenetit dhe na ruajt Allahu xhallahu ala nga çdo sebeb që mund të na shkakton dënim në varr. Allahu xhallahu ala ju shpërblet, me kaq për të thënë sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallam.